Përshëndetje dhe mirë se vini në episodin e parë të Migrant Talks, një podcast nga JRS Kosova. Në këtë podcast do të sjellim tema të cilat lidhen me jetën, përvojat dhe të drejtat e migrantëve, përmes bisedave me njerëz që punojnë pranë tyre dhe me vetë migrantët, për të kuptuar më mirë sfidat dhe realitetin e tyre. Unë jam Erblina Krasniqi, moderatore Migrant Talks dhe pjesë e ekipit të JRS Kosova. Në këtë podcast të parë do të flasim për të drejtat ligjore të migrantëve dhe jetën e tyre në Kosovë. Me mua sot është Glorioza Hisari, zyrtare për mbrojtje ligjore në Civil Rights Program Kosova, e cila punon çdo ditë me migrantë që kërkojnë ndihmë dhe mbështetje. Mirë se erdhët, Glorioza. Mirë se ju gjeta dhe faleminderit për ftesën. Glorioza, për fillim, a mund të na tregoni pak për punën tuaj dhe si ndihmoni migrantët që jetojnë në Kosovë? Unë si pjesë e ekipit të organizatës Civil Rights Program Kosova, të financuar nga UNHCR-ja, ofrojmë mbështetje ligjore një grupi specifik të migrantëve, kryesisht personave që largohen nga zonat e luftës, të konfliktit armatosur dhe që kërkojnë strehim në Kosovë, po ashtu edhe një kategori tjetër të veçantë që i takojnë një grupi të caktuar shoqëror, qoftë kulturor, qoftë me bindje të ndryshme politike, apo edhe grupi të ndryshëm etnik, dhe për arsye pse i takojnë këtij grupi, shpesh drejtat e tyre shkelen nga vendi i origjinës dhe këta persona e kanë drejtën që të kërkojnë strehim, pra siç e quajmë ne në terminologjinë juridike të kërkojnë azil në Kosovë, ku Kosova tashmë ka një bazë ligjore që ja mundson, domethënë, t'ja ofroj këtë mbrojtje këtyre personave. Ekipi ynë ofron mbështetje ligjore, pra personave të këtillë për të iniciuar procedurën e azilit, pra për të filluar përfaqësim ligjor, pra ju ofron në procedurë të azilit. Pastaj, pas marrjes statusit ligjor, pra të qëndrimit në Kosovë, ata pajisen me leje qëndrim dhe kështu vazhdon mbështetja jonë ligjore edhe gjatë fazave, domethënë, të integrimit të tyre në shoqërinë kosovare. Juve se na treguat pak për punën tuaj edhe e përmendët mbrojtjen, ligjin, të drejtat. Cilat janë të drejtat që migrantët kanë sipas legjislacionit të Kosovës? Legjislacioni i Kosovës është përafruar me legjislacionin e BE-s, domethënë siç e quajmë ne aki të BE-s, sa i përket drejtave të migrantëve dhe të refugjatëve. Ata gëzojnë pra një gamë të madhe të gjerë të drejtash që ju mundson atyre të kenë një jetë të dinjitetshme në Kosovë. Pra të drejtën që të qëndrojnë së pari në mënyrë të rregullt, të ligjshme në Kosovë, pastaj të kenë të drejtën elementare për një strehim, për asistencë sociale, pastaj për kujdes shëndetësor, për arsimim, edhe të drejtën për punë, që kryesisht për të drejtën për punë e kanë të integruar në kuadër të lejeqëndrimit të tyre të rregullt në Kosovë, mirëpo edhe ata të cilët ende janë në fazën e aplikimit, domethënë në procedurë të azilit, kanë të drejtë të punojnë vetëm pas 9 muajve, domethënë të qëndrimit të tyre në Kosovë, nëse ende nuk është marrë vendimi që atyre t'u jipet një status apo jo në Kosovë. Domethënë e drejta atyre është e integruar për të punuar. Pra me një fjalë kanë të drejta që gjithashtu të drejtën që ta ushtrojnë, pra të manifestojnë lirinë e tyre të besimit fetar, domethënë religjioz, pra një sër të drejtar që i gëzojmë edhe ne si qytetarë të Kosovës. Kështu që legjislacioni i Kosovës mendoj që është mjaft solid sa i përket ofrimit të drejtave personave të këtillë. Kur flasim për të drejtat e migrantëve, duke marrë parasysh se sa rëndësishme është që ata të kenë njohuri mbi të drejtat e tyre, sipas jush, sa të informuar janë ata për këto të drejta? Në momentin që një migrant, domethënë, hyn në territorin e Kosovës, ata informohen nga policia kufitare e Kosovës. Domethënë, ne kemi punuar edhe vazhdojmë të bashkëpunojmë me policinë kufitare, me Ministrinë e Punëve të Brendshme, departamentet përkatëse, pra për azil, migracion dhe shtetësi, kështu që tashmë pothuajse edhe institucionet tona kanë, domethënë,
janë të përgatitura që t'i ofrojnë informacione të mjaftueshme që një migrant të di si të orientohet në Kosovë. Nëse ka nevojë ai për azyl, ata marrin të informacionet e nevojshme se si duhet të aplikojnë për azyl, apo nëse qëllimi i tyre i qëndrimit është krejt tjetër, po ashtu ata kanë mundësi të informohen për këtë. Pastaj nëse vazhdojnë me procedurën e azilit, është, do me thonë, janë institucionet kompetente, stafi relevant në qendër të azilit, që është në Magur të Lipjanit, po ashtu edhe një qendër në Vranidall, siç e dim, ata ofrojnë informacione të para, do me thonë, si persona të këtill, çfarë të drejta ata gëzojnë, do me thonë, në Kosovë. Ekipet tona, që kemi ekipin e juristëve, janë në baza ditore në këto qendra dhe i informojnë ata bashkarisht, thot me stafin. Për gjatë procedurës azilit ata po ashtu në mënyrë të vazhdueshme informohen, por edhe më e rëndësishmja është kur e fitojnë statusin, pra të qëndrojnë ligjërisht në Kosovë, ata do të informohen pastaj nga departamenti tjetër përkatës, që është nga po ashtu për brenda Ministrisë së Punëve të Brendshme, që është departamenti për integrimin e personave të adresuar dhe integrimin e të huajve, ku bashkarisht me ne, do me thonë, takomi, i vizitojmë, pra ju ofrojmë të gjitha drejtat dhe informacionet që atyre ju takojnë brenda kuadrit të statusit ligjor që ata e fitojnë në Kosovë. Por në anën tjetër, ne jemi në kontakt në baza ditore me këta persona. Se shpesh ndonjëherë, do me thonë, të drejta gjithmonë nuk mjafton vetëm informimi, ato me një shoqërohen që vynë edhe këshilla shtesë ligjore, si t'i realizojmë, kështu që këta persona kanë mundësi që edhe në baza ditore të informohen dhe të këshillohen nga ekipet tona, bashkarisht me institucionet e Kosovës. Nga përvoja juaj, Glorioza, cilat janë disa vështirësi me të cilat migrantët përballen më shpesh kur kanë të bëjnë me çështje ligjore? Migrantët kur kanë të bëjnë me çështje ligjore, vështirësitë e para që ne i hasim janë gjuha. Do me thonë, si të sigurojmë gjuhën e tyre, do me thonë, amtare, që t'ja u mundsojmë në mënyrë që ata mas pari të shprehjen problematikën ligjore që mund t'a kenë, do me thonë, qoftë qasjen në procedurë të azilit, qoftë për shembull të kuptojmë qëllimin pse kanë ardhur në Kosovë. Kështu që sigurimi i gjuhës, do me thonë, vendit tyre të origjinës, është një çështje shumë e rëndësishme, edhe pse institucionet tona, Ministria e Punëve të Brendshme ka arritur të sigurojë përkthimin, por ndonjëherë mungesa e një gjuhe specifike që mund të vinë për shembull migrantët nga vendet e ndryshme të origjinës, kjo mund të shkaktoj pengesa edhe në inicimin e procedurave apo ndërmarrjen e çfarëdo mase që mund të jetë edhe urgjente për migrantin. Kështu që gjuha është në radh të parë pengesa kryesore. Pastaj nëse veçojmë për shembull migrantët që largohen nga apo refugjatët që largohen nga zonat e konfliktit, siç e thash, apo për shkak të shkeljes së drejtave të tyre elementare. Këta persona, nëse dëshirojnë përfaqësim ligjor në Kosovë, apo nëse kanë çfarëdo ballafaqon me çfarëdo çështje ligjore në Kosovë, zakonisht në bazë ligjit për azil nuk lejohet komunikimi me vendin e tyre, me autoritetet në vendin e origjinës, sepse këta janë larguar nga shteti i tyre, sepse ju ka shkelur drejtat shteti i tyre i origjinës. Dhe në këtë mënyrë ata nuk mund të zbulohen në vendin ku ata po e gëzojnë këtë mbrojtje. Kjo është në bazë standardeve ndërkombëtare që edhe Kosova i ka pra përafruar, siç e thash edhe më herët, me legjislacionin e BE-s. Do thotë kjo duhet, domethënë, mirët parasysh, domethënë ky parim qoftë gjatë procedurës azilit, kur shqyrtohet kërkesa atyre për azil, qoftë edhe pas marrjes së statusit të rregullt ligjor, që ata mund të ballafaqohen me çështje pastaj të ndryshme ligjore si çdo qytetar civil i Kosovës, pra si çdo qytetar në Kosovë.
Dhe kjo dallon shumë nga kategoria tjetër e migrantëve, varësisht prej qëllimit që vinë në Kosovë, sepse kemi migrantë që vinë me qëllime pune apo me qëllime studimi, dhe kështu që pastaj aplikohen, domethënë, ligji më specifik, dispozitat më specifike që i mbrojnë pastaj të drejtat e tyre. Ne kemi pas rastin për shembull me refugjat, kryesisht me persona që largohen për shkak të shkeljes së drejtave të tyre, pra qoftë nga zonat e konfliktit, që për shembull për me paraqit një rast në polici, shpesh policia nuk ka mujt me i apliku standardet e njëjta, të operimit, si për të huajt e tjerë, sepse këta në bazë ligjit për azil, siç e thash, janë të kufizuar për shembull të kontaktojnë me autoritetet në vendin e origjinës, kështu që edhe policia jonë apo institucionet tona duhet të kenë standarde më të veçanta, procedura më të veçanta që ta trajtojnë rastin e tyre në Kosovë. Për këtë arsye, ne jemi ballafaquar me raste për shembull që refugjatët apo edhe migrantët janë informuar gabimisht nga persona të ndryshëm. Për shembull, qoftë nga edhe profesionist, se për shembull kjo lami është një lami shumë specifike, edhe këta persona duhet të informohen dhe të këshillohen pikërisht nga persona, nga jurist apo avokat që kanë përvojë në këtë fushë, edhe që janë më të specializuar në këtë fushë. Por edhe nga institucionet tona që normal specifike që e mbulojnë fushën e azilit dhe migracionit, sepse shpesh ndodh raste që ata janë informuar nga, burime të ndryshme, edhe janë informuar dhe këshilluar gabimisht, dhe kjo i ka afektuar drejtat e tyre që të ndërmarrin, procedura të drejta, ligjore. Kështu që edhe këshilla apo thira ime kishte me qenë se është shumë e rëndësishme për gjithë migrant, po edhe specifikisht për refugjat, të informohen në adresën e duhur, të jenë, të sigurt që ata po marrin informacionin nga profesionist e duhur, në mënyrë që kërkesat e tyre ligjore të kenë një përfundim të duhur. Ndërkohë, një temë shumë e rëndësishme është edhe e drejta për punë. Ju na folët pak më herët e përmendët e drejtën e punës për migrantët, mirë po tash duam të ndalemi pak më shumë. Si zbatohet kjo e drejtë për migrantët që jetojnë në Kosovë, edhe cilat janë disa pengesa me të cilat ata përballen kur dëshirojnë të punësohen në përposhmëri me ligjin e punës në vendin tonë? Migrantët dhe specifikisht pra personat që aplikojnë edhe për azil dhe që fitojnë pastaj statusin e mbrojtjes ndërkombëtare apo një leje qëndrim të rregullt në Kosovë, kanë të drejtën e punës dhe zbatohet, siç e thatë edhe ju, ligji i punës në Kosovë. Por për personat që gëzojnë status të mbrojtjes ndërkombëtare, që është një status më specifik, siç e thash më herët, e drejta e punës apo siç e quajmë leja e punës këtu, integrohet në statusin e tyre ligjor në Kosovë. Si e kuptojmë këtë? Do me thonë, për shembull, një aplikues që kërkon azil në Kosovë. Gjatë qëndrimit të tij në Kosovë edhe gjatë procedurës derisa e pret vendimin përfundimtar, ai ka të drejtë të punojë mbas 9 muajve, nëse ende nuk e ka marrë një përgjigje, për statusin e tij ligjor, dhe nuk ka nevojë të kërkoj leje pune. Kjo njëjtë ndodh sidomos edhe me ata që pastaj e fitojnë statusin e rregullt ligjor, do thotë në Kosovë, dhe fitojnë një leje qëndrim, dhe leja e punës, faktikisht e drejta e punës integrohet në leje qëndrimin e tyre, dhe ata menjëherë mund të punojnë. Përderisa rasti me migrant dhe të huaj që vinë për qëllime pune apo për qëllime të tjera, qoftë për shembull të studimit dhe më vonë përfundojnë studimet dhe vendosin ndoshta të punojnë në Kosovë, atëherë aplikohet legjislacioni për të huaj, që janë procedura po ashtu të veçanta dhe siç e thash më herët që duhet t'i veçojmë. Dhe në këtë mënyrë ata t'i këshillojmë në rrugën e duhur ligjore. Sa aplikohet kjo e drejtë në Kosovë?
Mund të them që për momentin, do me thonë, informaliteti, do thotë, është prezent. Në kuptimin që shumica, për shembull, apo një pjesë e konsiderueshme e refugjatëve që një farë forme mundon të punojnë, ta gjejnë veten, ata shumë më lehtë i qasën tregut jo formal të punës. Dhe kjo pastaj shkakton pengesa, do me thonë, pengesa ligjore, qoftë do me thonë me ligjin në Kosovë, dhe qoftë me drejtën e tyre, do me thonë, të një stabiliteti për punë. Në përgjithësi ne ballafaqohemi me jo formalitetin në punë në Kosovë, mirë po kur vjen radha, do me thonë, edhe tek këta persona, atëherë komplikimet bëhen edhe më të shumta, sepse ata nuk e kanë një mbështetje familjare apo nuk e kanë dikën që mund t'ju ndihmojë më tej. Do me thonë, ata mbështeten vetëm tek institucionet tona dhe do me thonë, një grup i organizatave që janë të profilizuar për t'i ndihmuar ata. Kështu që mendoj që në këtë drejtim duhet të punohet më shumë, ta luftojmë jo formalitetin dhe ata t'i orientojmë ka punësimi formal dhe që në të njëjtën kohë të përfitojmë edhe ne si shoqëri. Tash duke u bazuar në këtë situatë, cilat sipas jush çfarë duhet të përmirësohet që migrantët të kenë më shumë mundësi reale punësimi edhe që të ndihen më të integruar në shoqëri? Mendoj që është një pyetje shumë me vend, sepse pas një kohe të gjatë, do me thonë, të mbështetjes për këta persona, sfida më e madhe që paraqitet është rreth punësimit, sepse ndihmën e parë ata veç e marrin nga institucionet e Kosovës, qoftë edhe nga organizatat, siç jemi, do me thonë, CRPK, GRS, organizatat, po ashtu tjera vendore, por puna është mjaft sfiduese. Kështu që mendoj që duhet një përkushtim edhe një bashkëveprim institucional që të rregullohet kjo pjesë, do me thonë, që të ballafaqohemi me këtë sfidë. Departamenti përkatës, do me thonë, për çështje, do me thonë, të azilit, migracionit dhe shtetësisë, po sidomos departamenti për reintegrimin e personave të riadhesuar dhe integrimin e të huajve, pra në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme, duhet të punojnë me sektor të tjerë, kryesisht, do me thonë, me sektor që mbulojnë çështjen e rregullojnë çështjen e punësimit në Kosovë, sidomos Agjencia për Punësim luan një rol shumë të rëndësishëm, ish dashur të luajë një rol shumë të rëndësishëm, që në radhë të parë të shikojmë se çfarë profilet migrantëve kemi ne në Kosovë. Do me thonë, qoftë në kuadrin e refugjatëve, po qoftë edhe në kuadrin e migrantëve në përgjithësi. Kush vjen në Kosovë? Sa janë të arsimuar këta persona? Çfarë profili kanë? A mund të, nëse Kosova ka mungesë këtyre profileve, si mund të inkuadrohen dhe t'i plotësojnë këto mungesa, me thonë, këta persona që vinë tek ne. Kështu që mendoj që një angazhim i përbashkët institucional kishte me qenë shumë i rëndësishëm, në mënyrë që të jemi, do me thonë, ta luajmë rolin e ndërmjetësit edhe me sektorin privat. Dhe nëse ka mungesë, do me thonë, të punëtorëve që sot na po hasim, do me thonë, shtetasit tonë po dalin në shtete tjera të perëndimit, që është kjo një çështje, do me thonë, që nuk mund të ndalet, migrimi kur nuk mund të ndalet, njerëz lëvizin, kërkojnë gjithmonë një jetë më të mirë. Kështu që e njëjta po ndodh edhe tek ne. Atëherë të shikojmë kush po na vijnë, do me thonë, kush janë këto profile që po na vijnë, edhe mos t'i lejmë ata, do me thonë, jo formalisht të qasin tregut të punës, po t'i kanalizojmë edhe t'i ofrojmë mundësinë edhe pse jo dhe të përfitojmë edhe nga ata, do me thonë, t'jetë një përfitim i dyanshëm. Kështu që një bashkëveprim ndërinstitucional, të i pas parasysh që është një çështje, do me thonë, multisektorale, e sidomos pjesa, do me thonë, ku Agjencioni i Punësimit duhet, do me thonë, t'i përdor ato masat aktive, do thotë, që i parasheh veta edhe për këtë profil, do me thonë, t'ju mundsoj një regjistër, do me thonë, të veçantë të këtyre personave në kuadrin e të papunësuarve në Kosovë, dhe t'i trajtoj bashkarisht edhe me organizata si që jemi ne, e sidomos me sektorin privat, do me thonë, t'jetë një urlidhse. Florioza, kur po flasim për refugjatët, azil kërkuesit dhe migrantët në përgjithësi,
nga përvoja juaj, a ka ndonjë rast specifik që juve ju vjen ndërmend dhe do të dëshironi ta ndanit me ne, qoftë ai rast i vështirë ose edhe frymëzues? Në rast të parë, rastet të vështira përgjithësi janë gjitha rastet e vështira. Duke nisur nga fakti që këta persona kanë vendosur, domethënë, ta lënë vendin e tyre të origjinës për një hall, për një problem, domethënë se sot të kësaj dite askush nuk dëshiron ta lë vendin e vet të origjinës. Kështu që vetë fakti ata vinë, domethënë, me vështirësi që janë ballafaquar në vendin e tyre dhe njëherë me thonë, kontakti me ta ne mundohemi që do thotë t'i pranojmë sa më mirë dhe të kuptojmë çfarë probleme kanë dhe në mënyrë që t'ja ofrojmë atë orientimin e duhur atë sa kemi ne kapacitet brenda në shoqërinë pra tonë në përgjithësi. Kështu që mendoj që në përgjithësi po në anën tjetër ata edhe janë shumë të njëjtën kohë edhe frymëzojnë. Frymëzojnë se thjesht janë çështje humane, që ne të gjithë nisemi nga vetvetja jonë, domethënë gjithkush dëshiron të arrijë një mirëqenie në jetë, të ketë familje të mirë, domethënë rrethin ta ketë mirë, domethënë të kërkojmë një jetë më të dinjitetshme. Kështu që ajo është shumë, domethënë frymëzuese, na frymëzon domethënë edhe na bën që ne t'ju ndihmojmë edhe përtej ndoshta profesionit që e kemi, domethënë që ushtrojmë secilin profilin e vet. Raste, domethënë që kisha dashur me specifiku, domethënë ka, siç e thashë, shumë, po unë mund ta përmendi për shembull një rast për një nanë vetushqyse që është refugjate nga Ukraina. Ajo është trajnere fitnesi dhe vullneti i saj i mirë, domethënë që të integrohet pavarësisht vështirësive që ta ketë ajo një punë formale. Domethënë një punë që do t'ja siguroj domethënë edhe sigurimin shëndetësor, domethënë do t'ja siguroj edhe domethënë një punë stabile të qëndrueshme. Ajo mundohet ta bëj të pamundurën që edhe me punë vullnetare ta ushtroj profesionin e vet. Dhe kjo, domethënë me ndihmën e GRS-it, CRPK-s, janë ofruar hapësira në qendra të fitnesit që ajo ta ushtroj profesionin e vet dhe sot në kuadër të platformës Rhythm and Balance Prishtina, ajo ofron domethënë trajnime për domethënë sesione të zumbës, fitnesit, pilates, stretching dhe kanë filluar domethënë shumë gra dhe vajza kosovare pra të marrin pjesë edhe të krijojnë një grup që po ndihen shumë mirë edhe në njëjtën kohë po i ndajnë domethënë përvojat dhe kulturat e ndryshme që normal na i kemi domethënë na dallojnë prej kulturës së tyre dhe mendoj që kjo është shumë një pozitivitet dhe një vlerë e shtuar shoqërisë tonë. Pastaj edhe një rast është shumë me rëndësi, pak edhe nga përvoja ime, ndoshta personale, se si vjet në shtator një fëmijë refugjat nga lindja e mesme është regjistruar në gjimnaz, në vitin e parë gjimnazit në qytetin tim të lindjes në Prizren. Edhe më ka ardhur shumë interesant sepse është regjistruar pikërisht në gjimnazin ku e kam përfunduar edhe unë gjimnazin. Edhe në kohën kur unë kur e kam përfunduar gjimnazin, as që kishim mujt me paramendu shokët dhe shoqet e mia që na kishim mujt me pas një shok, domethënë shok klase që është një refugjat nga lindja e mesme, që nga arabishtja e flet aq mirë shqipen, gjuhën shqipe, edhe që është një nxënës i shkëlqyer, ta kemi në mesin tonë, në klasë, bashkë me neve. Kështu që kjo, sidomos për të rinjt tanë, është një mesazh shumë i mirë. Domethënë, sa më shumë të rinjt tanë të mësohen dhe të jenë pjesë e një diversiteti kulturor dhe social, kjo vetëm shton vlerën, edhe e rrit diapazonin e të rinjve tanë, edhe i ndihmon ata në emancipim të matutjeshëm. Janë raste këto të cilat frymëzojnë jo vetëm të rinj, po të gjithë neve. Na, Glorioza, po afrohemi drejt fundit të këtij podcasti, mirë po para se me përmbyll bisedën me juve, nëse do të mund ta përcjellit një mesazh shoqërisë tonë në mënyrën se si ata i shohin migrantët, cili do të ishte ai?
Në bazë përvojës time me migrant dhe specifikisht edhe me refugjat, mendoj që shoqëria jon ka treguar, do të thonë, një gatishmëri edhe një vullnet shumë të mirë për t'i pranuar ata. Është ndoshta që edhe ne kemi qenë edhe ndoshta ende jemi shoqëri e përvuajtur edhe më së miri i njohim hallet e tyre. Po në përgjithësi shoqëria jon ka treguar një shembull shumë të mirë. Edhe pavarësisht gjitha kapaciteteve, qoftë institucionale, qoftë njerëzore, për të afruar këtë ndihmë, jemi munduar, domethënë, që atyne t'ju mundsojmë të paktën të ndihen si në shtëpinë e tyre. Po ndoshta mesazhi im kishte më qenë që ashtu siç po i shohim zhvillimet që po ndodhin sot, qoftë në regjion, qoftë në botë, po edhe tek ne në Kosovë. Kosova ende llogaritet si vend tranzit, domethënë, për shumicën e migrantëve dhe refugjatëve, po që për një numër të konsiderueshëm të tyre ka filluar të bëhet edhe vend destinacioni. Pra kanë filluar ta shohin Kosovën ndoshta edhe për punë, domethënë, për mundësi punësimi, për punësi strehimi, të largohen nga shkeljet që i bëhen në vendin e tyre. Kështu që nga si shoqëri duhet të mësohemi edhe ne si vendet e tjera në Evropë, do me thonë të mësohemi të bashkjetojmë me këta persona, do me thonë të ndihemi shumë rehat nëse këta bëhen pjesë, do me thonë, e jetës tonë të përditshme, qoftë në punë, qoftë, do me thonë, në studime të kemi, do me thonë, apo të kemi kolegë, do me thonë, është duhet gadal të mësojmë që pak a shumë t'i shikojmë si edhe pjesë e shoqërisë që edhe ata të kenë një jetë aq sa është e mundshme të dinjitetshme në Kosovë. Faleminderit shumë glorioza që ndat me ne përvojën dhe reflektimet tuaja. Biseda e sotme na kujton që pas çdo histori emigrimi qëndrojnë njerëz me ëndra, sfida edhe shpresë. Faleminderit edhe një herë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që kjo bisedë sotme t'ju ketë ndihmuar që sadopak të kuptoni më mirë realitetin e migrantëve. Faleminderit shumë që ishit me ne dhe mos harroni, çdo histori ka vlerë dhe çdo zë meriton të dëgjohet. Deri në episodin tjetër të Migra Talks, mirupafshim.